أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فلندريم الله المضروار تبارك وتعالى تشي بركات الأرض مضريستي صلوات والسلام يدرقوي محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فاميلة ستي شوقتي وتجاه خطيرة مسلمان و مسلمان و تسلت كان دي كور كان بصور روغنا تبورت مع دير صدق سيديت وتا تسلت بين pasnesh deri në kiamet. Pastaj të ndëruar, Allahu i madhruar më lartë i ndaloi muslimanët që të bisedojnë fshehurazi në prani të tjerëve, pra të kenë kujdes kur janë në një grup njerëzish, të ndahen të bisedojnë diçka, anëpse biseda mund të jetë shumë e nivelit, ama nga friga se po preken zemrat e njerëzve të tjerë, po krijohet përçarje, urrejtje, i ndaloj të veprojnë në një gjë të tillë. Pas kësaj i madhi Allah Azza wa Jall urdhëron besimtarët që të ngushtohen në mejlise, respektivisht e mëson muslimanët se si duhet të bëjnë vende të tjerëve kur vinë në mejlise, pra edukata e mejliseve e ndajave. Që është temë sociale, që i madhi Allah Azza wa Jall dënë ta nëpërmjet ajeteve koranore, po dhe pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam në praktik, të edukoj njerëzit, të edukoj muslimanët se si të ndajnë, apo të qëndrojnë nëpër mejlise, apo se si të shfrytëzojnë mejliset. Atjet me biseda, këtu me neja. Për të bërë me dije me pas,
Pra njëherë o thot muslimanëve, nëse vije dikush dhe nuk ka vend, ngushtohuni. Bëni vend njerëzve që vinë, anë pse vinë me vonesë. E pastaj i urdhëron muslimanët që kur të përfundon mezhlisi, apo kur zoti i mezhlisit, zoti i shtëpisë, asaj neje, o thot, po shkepim, po shpërndahemi, le që përndahen njerëzit. Mos t'ja teprojnë në konak apo neje apo në mezhlis, sepse mund të rëndojnë pronarin e mezhlisit. Këtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në veçanti, por në mezhliset e tjera në përgjithësi, derisa dhe kësaj dite dhe deri në kiamet. Edukat të mezhliseve se su duhet të sillen muslimanët. Ati një pjesë të madhe të edukatës Allahu na ka dhënë në sure tjera, në suret Nur, ku në shumë çështje shtjellon i madh i Allah nëpërmjet asaj sureje, që kanë të bëjnë me edukatën e hyrjes në shtëpia, në mezhlise, ndajën e trokitjen e ndere, nëse të thuhet ktheho, ktheheshe, shumë të tjera, por një pjesë edhe atë këtu në suret të tjera ndërto edhe këtu në suret El-Mujadala. Tani shkojmë tek ajetit që ne kemi para vetes, ku i madhi Allah tebaraka wa taala mas'ud billahi minash shaitanir rajim thot ya ayyuhalladhina amanu idha qila inshuzu fanshuzu ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idha qila inshuzu fanshuzu يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. O ju që keni besuar, o ju musliman besimtar, nëse ju thuhet juve lirojeni pak vend, në të bime ju lirojeni, që Allahu të sjell lirim për ju. Idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. O ju musliman që keni besuar Zotin hak, pejgamberin hak sallallahu alaihi wasallam, dhe i keni ndërquar apo o janë ndërquar juve zemrat e juaja me nurit e imanit. Kur që thuhet juve në për mezhlise, ngushtohuni, bëni vend të tjerëve, ju bëni aty në vend, o bëni juve zoti vend. Bëni aty në vend, o bëni zoti juve vend. Pra, respektoni vllaznin e juve, o respektoni juve zoti. Afroni vllaznin e juve, o afroni juve Allahu. Lironi që vllazniet ju të marrin pjesë në hajër, në mezhlise, ju ngrit ju Allah. Edhe kjo, se që kanë thënë ulemat, është brenda rregullit të përgjithshëm shariatik, el jaza'u min jinsil amal. Jazaja është shpërblimi sipas veprës. Pra, bëni vend tjetëret të bënë Zotit ty vend. Shliro tjetërën, shliron ty Zotit. Ndihmo tjetërën, ndihmon ty Zotit. Se çka ardhë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadith në Buhariut, se pejgamberi, hadith është i njohur, se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, hadith gjatë, men nefesa në mu'minin kurbeten min kurbi dunya, nefesa Allahun min kurbeten min kurbi yawmil qiyamah. Kush e largon vllaut vet një dert nga dertet e dunjas, Allah e largon këtina, një dert nga dertet e ahiretit. Ai bëni mirë vllaut të shlirë vllaun, Zoti shliron këtë. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah alayhi fi dunya wal akhirah. Kush e pezëllon një vështirësi kur në siklet ma. Vllaut vet, kom ja lehtësu Allahu një vështirësi të kësaj dunjaje edhe të ahiretit. ومن ستر مسلما ستره الله عليه في الدنيا والآخرة. Ai që mbulon një musliman, mbulon të mjetat vllaut e motrës,
i ambëlan Allah të metat në dynja dhe në ahiret. Wallahu fi auni al-abdi, ma dama al-abdu fi auni akhihi. Allahu vazhdon të jetë në shërbim të robit, përderisa robi është shërbim në vëllat vet. Pra, të jepën robit, Allahu ta bën ty. Të shliron atë, Allahu shliron ty. Ti ndihmon atij, Allahu ndihmon ty. Ti ambëlon atij, Allahu ta ambëlon ty dhe kështu me radhë. Kjo është gjazaja sipas veprës. Min jinsi al-amal, sipas punës që ke. E që këtu janë pjesë të mëdha të edukatës. Pra, afro vllaun ndërës. Ta shohim shkakën e zbritjes së këtij ajeti na shëron më mirë. Qatada ka thënë shumë ulema komentatorë të Kuranit, si Ibn Abi Hatim, Baghawiu, Ibn Kathiri, shumë të tjerë Kurtubi të tjerë kanë cekur nga Qatada. Për Tabin ka qenë radiallahu anhu, i cili ka thonë, ky ajet ka zbritur për shkak të mejliseve të dhikrit, mejliseve të sahabëve në pranit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo për faktin se sahabët ishin shumë të kujdesur që të prezentojnë në mejlis të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Madje të shkojnë herët, të shkojnë të partë, për më afronat, me ndëgju mirë, për dhe më kënaqë të pa atë nuri, atë dritë, ka shkelqen alayhi salatu wassalam. Sepse sahabët që ka thonë ne si nuk ngopeshim ne të këqyr pejgamberin. Nuk ngopeshim, nuk ngiheshim të pa. Atë bukurash alayhi salatu wassalam, nuri, nuri, nuri. Kështu që sahabët më të drejt, nga imani i tyne, vinin herët, i zinin venat të partë, dhe kënë qëtë edhe me ndëgju, po edhe me shiku. Po pasaj, kër vinin të tjerët me pas, këta nuk dhe një shudan aty, në dhe që me ka veç lirë, vetë me kanë që, ti me vënë rëtërës që atje. Me vënë rëpesirë dhe ma herët. E Allahu deshti me eduku se bën një vend edhe këtyne, dhe zbrita jeti koranor, kur t'ju thuhet juve, zgjerahuni pak, lirojeni vendin, let hyjnë edhe të tjerët. Pra, bëni ortak, edhe ata, bëni të marrin pjesëmarrës, edhe ata në këtë hajrë, këtë mejlisi hajrit, mejlisi dijes, mejlisi ilmit, imanit. E thuhet se shkaku i zbritjes, është atë Muqatili, edhe këtë Tabin, Muqatil bin Hayyan, rahimahullah, thëtë, pejgamberi alayhi salatu wassalam i respekton të jetë mase, shumë, luftetarët e Bedrit. Ju duhet me ditë kush e luftetarët e Bedrit, ashabë Bedr, luftetarët e Bedrit, 313, në rivajet 314 sa kanë qenë në Bedr, janë kulmi, nishi sahabëve, të cilët Allahu i ka privilegjuar, i ka ngritur dhe i ka veçuar për i të tjerëve. Dhe që të gjithëve ka dhanë Allahu xhenetin te bareke ve taala. Që të gjithëve. Dhe konsiderohen burrat më të mëdhej të sahabëve. Ta në mbrana atyne, ka dhe më të mëdhej, po dhe ata janë prej tyne, sikurse 4 khulafa rashidin, edhe të përgëzorit për xhenet. Ama ky numër i tyre, pe ansarë dhe muhajgjerëve ishin të pejgamberi, alayhi salatu wassalam, kishin një pozitë shumë të veçantë. Pejgamberi donte alayhi salatu wassalam që sa herë të vinë ata, sa herë të jetë dikush prezant për tyne, ata gjithmonë ishin prezant, ta kenë vendin e caktuar. Dhe ashtu edhe vepranin. Zakonisht Abu Bekri ulën të djathtë të tina, Omeri ulën të majtë të tina, Osmani Aliu uleshin para tina, dhe sahabët e mëdhej të tjerë. Pra, Muqatili po thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i kujdesshëm, ishte afrante nga veti, edhe në mejlise, jo vetëm zemër, por në mejlise luftetarët e Bedrit, quhen ashabë Bedr. Një ditë apo një herë për herave, në një mejlis, disa prej tyre ishin banuar. Edhe kishin zanë venin sahabë të tjerë, shumë të nderuar.
Dhe u mush mezhlisi. Ta në thuhet që ka qenë ditën e gjumës, se mezhlisi përgjithshëm, sa është më rëndësia, më rëndësia është në mezhlis erdhen një pjesë e luftëtarëve të Bedrit, aty në burrave të mëdhej, u afruan natë, nuk pa kanë komul. Po japin selam pejgamberit, alayhi salatu wassalam, pejgamberin po ha kthen. Po japin selam muslimanëve dhe ata po ha kthejnë, por kërkush nuk po qohet më arshu vendin, as nuk po shtyhen e më ngushtu ka pak mi boj vend, aty në burrave të mëdhej, për ty në kështë që ishin pleqet vjetëre me nëmë të madhu. Dhe ata po rrinë që është në kamë dhe pëngojnë. Pejgamberi o prek, alayhi salatu wassalam, sepse ata këshin pozitën e nalë, dhe tha filan qumë. Ti qumë, ti qahu, ti qahu, ti qahu. Sa ishen ata, i qej këta, në nume. Nëse ata në kanë 10, i qej 10 për tyne. Nëse kanë 15, i qej 15, afra në këtu, polloni. A që këta, ata desht me bë vetë, më zhënu ka pak më ngështu, me afru njerëzit. Njëherë se njerëz të veçantë që janë të pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam, por në anën tjetër edhe në mezhlis me bo pjesëmarrës edhe të tjerë. Andaj e detyruan pejgamberin që ta bëj këtë. Kur e bën pejgamberi këtë, sallallahu alaihi wasallam, ata që o qunë, që i qej kën pak, o preken. Pse në nacioneve, erdhëm me herët, në nxënën venat, në që ka lidhe që ata ma të ngritur se na, ma të mëdhej se na, në erdhëm më përpara, edhe kjo tani prejkë dhe pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk është edukat e nivelit lartë karshi pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, dhe në mezhlise. E Allah i madhrua, ndeshit të mjaftoj pejgamberit të ti, dhe zbriti kitet koranor, edhe i edukoj muslimanët, dhe në edukoj edhe neve deri në kiamet, që o ju njerëz, kur që thuhet juve zgjerohuni, bëni vend të tjerëve, bëni vend. O i dha qilem, pra lekon të fessahu fil me gjalesi, fefsahu, nëse thuhet juve lirojeni pak vend, në të bime lirojeni, që Allahu të sen lirim për ju. Jefsahillahu lekom. O i dha qilem shuzu, fan shuzu. Po dhe nëse i thuhet juve, pastaj, ngrehoni, qahoni, qahoni. Rënë sot rënë, përfëndon me gjlisi, përfëndon neja, dhe i thuhet juve qahoni, ngrehoni, qahoni më spritni. Thuhet këto, se sahabët, tash pak më ndryshe, nga kujdesi i madh i tyne, që të rrinë pejgamberin alayhi salatu wassalam, sa më gjatë, e zgjatën mezhlisin. Madje edhe kur qoheshin të tanë, dikush për tyne rrën të hala. Kjo është edhe dhe kësaj ditët e njerëzit. Tanë qohen, dikush për tyne nuk din më qo. Të jep shaj sa dush që mezhlisi përfëndoj, po si ku në jep shaj, se nuk qohen. E Allahu, po do mi eduku muslimanët, njëherë atje me mjaftu pejgamberit të ti, alayhi salatu wassalam, sepse ata që zgjatën mezhlisin e rëndonën pejgamberin. Nga se edhe është njëri, tonë ditën është me njerëz, tash edhe në mezhlis me njerëz, e kur me poshu, e kur familjes vetë mi përkushtu, e rëndon. Mi thonë që në tani, mos përprejke njerëzit, edhe dukata e ti e shumë e lartë, e Allahu deshi që të mjaftoj të dashërët të ti dhe tha. Dhe nëse i thuhet juve, apo kur t'ju thuhet juve, ngrehoni, atër ju ngrehoni, qahoni, dilni. Edukata me gjlisit. Mësja të pran njeriut. Mësja të pran njeriut. E shasë me gjlisit përfëndoj, qahë. Kër jemi tek edukata me gjlisit, në të sekëm disa gjëra në pika shkurtra, e që disa për ty nësë familjar të kemi të sekë në surët në orë, ndorto, kur vjen dikush në ndonjë mezhlis privat, jo publik, si në xhamia në për... Jo, për mezhlise private, duhet se pare të ly pleje.
Nuk bën të hyni në mejlis pa leje. Nuk bën. Dhe këtë kemi cekë zorat nura, që Allahu na ka të rëguar. Mos hyni në shtëpia të huaja pa leje. Jo pa të pas ka mejlis, andat, mejlis është për ata që janë aty, nuk është për ty. Nuk bën me hi pa leje. Dhe nëse të thuhet ty ktheho, ty dohet më kthy. Njerëzit i kanë mohabetet e veta, i kanë nejet e veta. Për mos më thoni kanë edhe sekretet e veta. Nuk duan që çdo send ta publikojnë me të tjerë, apo që në bisedat e tyne të merë pjesë kushdo qoftë. Ja, marja. Dhe sa dhe kësaj dite edhe ne, ku shkojmë dikun, na vjen dikush, se zëllë për neve, kemi qef, spakun do njëherë nëse jo gjithë, me ditë, ka ne kemi atë në mëgjlis. A na përshtatët neja, apo s'na përshtatët. Kështu që ta dim, apo vinë veç me ta boty nërën, dhe rrim pak e qohëm, apo po vime atë më knaqë mohabet. Nëse vina më knaqë mohabet, me bisedu, me debatu, me kudiun, me diskutu, për gjërat të saktuara, për dënja e për ahiret. Doha ta kemë ambientin, njerëz me të cilët mund të bëjnë mohabet, apo që unë pranoj, apo du t'jen ata. Për ndryshe, thërre ata, më mësë më thërë. Andaj, në çfarë të drejtë ti ndërhen mes tyne? Ku është edukata? Ku është edukata? Pra, e para, dhe kryesorja, mejlise nuk bën me hy, me marë pjesë në asinaj, pa marë leje pe i pronarit. Të ati mejlisit, nëse të thuhet hyn, nëse të thuhet ktheho, dohet të kthesh pat me të hatri. Nëse të mbetet hatri, dije që ki problem me imam, nuk është në regullaj qështje. Qështje tjetër, nëse hyn mrena, të ullet aty ku përfundon mejlisi. Ku përfundon 10-15 në fund. Të bishti, të dera. Nuk ka të drejtë. As kush të del vendin kryesor. Këtër është ku njerëzit e qesin, nuk lënë më ullë dikon. Kjo është pejteje, letën e pejtyne. Pejteje, të lënë ndashje hoxh, ndashje haxhi, ndashje politikan, biznismen, ndash plak, ndash i ri, çka do që t'jesh, edukat është multi në fund ku përfundon mejlisi. Kështu kanë vepruar sahabët, që më burat me të dhënë, dhe kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se shka në hadith të Jabir bin Samurata radiyallahu anhu, i cili thot: Kunna idha atejna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, jalasa ahaduna haythu yantahi. Ne kur shkonim tek pejgamberi alaihi salatu wassalam në mejliset tina, dikush për neve, se cili ulej aty ku përfundon të mejlisi ran. Pavarësisht çfarë moshe ka, apo çfarë grade ka. Pra, nëse shkon mejlis, lyp leje, tepet leja, hyn dhe ulesh në fund atje ku përfundon mejlisi. E nëse ata ngulin kam dhe zgjerohen për me tull ty në vend, dikun vend kryesor, apo në vend dikuj tjetër aty është afër ati që është mejlis kryesor, është çështje e tyre, por ti mos bë torr atje, ti bën torr të dera, në fund ku përfundon mejlisi. Trega edukat islami. Lete aje hoxha i vjetër, aje mësuesa që ka je. Edukata është mbi titull. Edukata është mbi titull, është mbi pozit. Zëtën pozita e titulli pa edukat sen zdvynë, ato veç janë kundërteje pastaj. Edukata është fryt i qëti titulli apo qësaj pozitit që i kiti. Ta hjeshan atë, për ndryshe është këtë që bja e punë. Pastaj nuk bën që të ullet robi kur hënë ndonjë mejlis mes dy vetave. Me botor qëpë që të po ulla pak. E pse ulle i pengove njerëzit? Pa nashta të dëtë kënë duke biseduar me zvete. Andaj nuk bën të ullesh mes dy veta pa lejen e tyne. Sepse ata mund të kenë diçka, nëpse mejlisi është i madh, mund të kenë diçka herë bisedojnë sekret njëri me tjetrin. Për ata ka në hadith
të Ibn Umerit radiallahu anhu, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith Abdullah ibn Amr në fakt, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë la yahillu li rajulin an yufarriqa bayna ithnayni illa bi idhnihima. Nuk lejohet që dikush prej jush të ndan dy vete, të ulet mes tyne përpas me lejen e tyne. A bën më ul qëto? A bën më ul qëto? A kam leje më ul këto? Apo më hapni leje të ulë? Jo, ulë qëtje. Kaq. Po, ulë. Pa leje nuk bën. Nuk është të dëkat. Çështja tjetër nuk është në rregull dhe nuk bën as sesi me çu dikan për më ul vet. Çu ti të ul në anë. A je i smut, s'po në shmenajt në kam. A ke ndonjë arsye? Qyshe që njëri ju? Nuk bën me që në kam as kënd për me ullë vetë. Njëzë të qohën, te nga ona jote nuk bën me që as kënd në kam. Për ata, por nëse i bëhet vendi, ullet, nëse nuk i bëhet vendi, rrën kam. Me thonë qute se për unione, jo. Për atë ka në hadith të Ibn Umerit, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: la yuqimu rajula min maqadihi. Mos ta çoj dikush dikën pe vendit vet. Thumma yajlisu fihi, që të ulet vet. Walakin tafassahu wa tawassahu, por zgjarohuni, ngushtohuni, bëni vend njëri tjetrit. Me thonë, pak vena, më ma gjeni dikon, ose atë më hëtë gjena pak vend dikon, dërsa më thonë qute se për ullë në anë, nuk është dëkat islame. Dhe kjo në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam. Çështja tjetër, nëse ndonjëri qohet prej mexhlisi, edhe kthehet prap, që ndodh shumë. Del për nevojat veta, del me fladit, del ku diun, del me fol telefon të kun jashtë atje, e që është kulturë me do me fol jashtë, jo me fol, sikun se kotë sodët para njerëzve atë qilë telefonën, atë bu Allah për aheret, kjo janisët e për biznes, janisë atje për shkove, dherë, së është kulturë, që ho, del jashtë, zëtë një, se me latë verën telefoni, se pa ta ke lindë, dhe në ashtë në shala pa ta desë, sens për të vynë, ja, pa ta shtinë anë varën që e finë bashkë me ta. E ta në të lafshin për dërë edhe atje. Ose, del për nevoja njeri ju, e rëndësishme është, nëse del dikush jashtë, e pas ta i kthehet, ka të drejt me ullë në atë mexhlis, ku ka qenë më shumë se sa dikush nëse është në kamë dhe del me ullë ventina, apo kush do të qështë. Për ata është ka në hadith, a.s. idha qama ahadukum min mexhlisi thumma raja'a ilayhi, fa huwa ahaqqu bihi. Nëse dikush qohet prej një mexhlisi, pas ta i kthehet, a i ka më shumë haken te. Kënë mexhlise të veçanta, jo në mexhlise të përgjithshme, si në xhami. Tash, ullu njemi këtu në xhami dhe njëre prej nesh qohet del jashtë për x arsye. Pas ta i me thonë, quti se one që atë kesh, po në xhami është mexhlisi tanëve. Dhe është xhamia është mexhliset tanëve, mexhliset për gjithshme këto. Dërsa mexhliset e veçanta është çështje tjetër. Kurtubiu, kur flet për edukatën e mexhliseve, mes tjera që thot. Nëse ndonjë njeri urdhëron dikënd që të shkojë më herët në xhami, që zhveprohet shumë herë, edhe t'ia zë vendin në xhami. E thot, shkon në xhami ti, rreq atë, te se ti ki kohë bëllë, je i lirë, ose unë të paguj, ti punëtori jam. Kur afrohet koha xhamasën e vesë, vëdu me kanë për para në xhami, sofat e parë, mëndësisht parin krejt. Dhe ai qëndron atë, kur ti sa të vije koha, marrë dhe zotnia, e pastaj më ullë, thot një gjë e tillë lejohet dhe nuk është e rryer, dhe thot se kështu ka vepruar Ibn Sirini, Allah e pas mëshiruar. Po ashtu, Kurtubiu thot, ngjajshme këtë është nëse dikush e qëtë një vend, nëse gjallë për shambull, e nëse diçka, në një vend në xhami atje, për me rujt vendin e vetë, një që kur të vjen me pas vendin e vetë, afer hoxhës, imamit, apo në safin e parë, edhe kjo lejohet. Pra këtu e pika shkurta disa edukata, apo të cilat kanë të bëjnë, apo disa reglat të cilat kanë të bëjnë rreth edukatës së mexhliseve.
Shkojmë tutje tek ajetet të cilat e kemi në vazhdim, ku i madhi Allah te bareke wa taala, pra pas në ceku në dha edukat, apo në mësej se si të qëndrojmë në për mezhlise, të zgjerohemi, të ngushtohemi, të bëjnë event të tjerëve, dhe kur të thuhet qahoni, të qohemi, Allahu i madhruar na tregon se si duhet të bisedojmë me pejgamberin, respektivisht të japim sadaka sahabët kur duan ta këshillojnë diçka pejgamberin alayhi salatu wassalam, e që është mesele e re kjo. Të japin sadaka para se të bisedojnë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Kjo për faktin se si ka thonë Abdullah ibn Abbas dhe të tjerë, sahabët i bënin shumë pyetje pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe këtu biseda nga njerë e rëndonin pejgamberin. Disa për i tyne zatnin shumë. Disa për i tyne këshilloshin pejgamberin, për jo për ndonjë çështje ku me ditë sa më rëndësi. Ama kësë mund të më thonë jo, sepse kultura, edukat, por me vetën e vetë ngushtohej. Por ngushtoheshin edhe sahabët që ishin prezent. Qa bo këshkani të jafrohet të veç pejgamberi bër, e manë gjithat kohë gjatë, na jena këtu, përse në arna këtu, edhe për rëndon atë, edhe për në rëndon neve. E Allahu i madhruar e urdhëroi muslimanët që kur duan të bisedojnë me pejgamberin alayhi salatu wassalam, respektivisht të këshillohen me te, paraprakisht të japin sadaka. Shajnë respekt e madhrimi për personalitetin e këtij të bekuari. Nga njëra anë. Nga ana tjetër, ndihmë fukarave. Nga ana tjetër e treta, të kuptohet se kush e ka për ime, kush është shumë i sinqert, kush është shumë i përkushtuar, me përfitu për pejgamberit alayhi salatu wassalam, e që i bie a jep sadaka, sepse për një fjalë, për një nej, për një shqipër me pejgamberin ja vlen me dhanë, këtë pasunin e lëre me një pjesë të sadakas. Andaj, për të dynjaja nuk të qenë pesh, e që është test, provim, për imanin e tina. Për balë kësaj, dalin pa një shesh, munafikët, të cilët duan më shumë dy janë, se sa heretin, dhe dhimet parja, si epin para ta, dhe si rjedhoj, ngurohen me pyet pejgamberin, hezitojnë, respektivisht nuk e vesin heq. Edhe këta dallohen se të burrat mirë dhe të këqij, por edhe kursehet numri atyne që pyesin pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pra thot Allahu te bareke wa taala, thot Allahu te bareke wa taala, të bënë Allah se ala me jetëm të mëgjys, këthejmë të ka jetëm anal. Pra Allahu i madhruar, këthejmë të ka jetë se harrum. Allahu i madhruar, pra i tha muslimanëve, kur të thuhet ngrehuni, ngrehuni. Pastaj pa thot, jerfe illahu alladhina amenu minkum, wa alladhina utul ilme darajat. Nëse ju përmbahani kësaj edukate, këtyre këshillave dhe urdhrave të Allahut të madhruar, e që pjesë e kësajna është me pas edukat ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam, respektivisht me pas edukat në mezhlise, kur thuhet juve zgjerohuni, bëni vend të tjerëve, i bëni, edhe kur t'ju thuhet qahoni, ngrehuni, ju qahoni. Kjo është pjesë e imanit. E Allahu i madhruar i ngrit ata të cilët kanë besuar, po i ngrit ndërregje shumë të larta edhe ata të cilët kanë dije, kanë ilm. Ibn Mesudi, Allah pas më shëruar, thot me këtë ajet, Allahu don me ngrit ulemat lartë.
Kur të bie se këte dhe thot në vazhdim e kuptimi, thot i bie se është. Allahu i madhruar i ngritë ulema, ata që kanë dije, por edhe që janë besimtarë gjithsesi, më lartë, grada më të larta në xhenet, sesa ata të cilët kanë iman, por nuk kanë dije. E që të gjithë Allahu i ngritë, ama djetarët i ngritë shumë më lartë. Dhe kjo ngritje Allahut për besimtarët, edhe për uleman, që jenë brana besimtarëve, por i shtresë veçantë të tyne, është simbas imanit të tyne dhe simbas dijes ilmit të tyne. Sepse tanë besimtarët që thëjnë la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, dhe besojnë Allahun në ditën e gjykimit, me laqet e tjerë, besojnë kushtet e imanit, nuk janë tanë të barabartë në iman, nuk janë tanë të barabartë në vepra, në takvallok, në devotshmëri dhe si rrjedhoj, nuk janë barabartë edhe ndërgjegjë të Allahu në xhenet, ditën e kiametit. Po të njëjtën gjë edhe ulemat nuk janë të gjithë njëjtë të ngritur në dije, po ashtu edhe në punë, në amel. Andaj nuk janë të ngritur njëjtë ndërgjegjë të Allahu i madhëruar, ditën e kiametit në shkallë të lartë atje të gjithë njëjtë, por dikën të ngritë shumë lartë, dikën pak më lartë, dikën hala më lartë, dikën më poshtë e kështu me radhë. E rëndësishme është, Allahu i madhëruar, pra po i thot besimtarëve, musliman o ju musliman, edukoheni në për mejlise, pa isin me këtë edukat që jo pjesë e imanit, është frët e imanit, e Allahu i ngrit besimtarët, në përgjithësi e ulema në veçantin, gradat e larta, ditën e kiametit. Wallah bima ta'melun khabir, për ata thot fund, Allahu është e informuar në detaje për ata që veprani dhe simbas imanit, simbas veprave, simbas ilmit, e dijes që e keni, edhe ju ngritë ditën e kiametit, u jap gjazan shpërblimin kur dilni para Allahut të madhruar. Tani shkojmë tek ajeti tjetër të cilën e kem para vetes, pra Allahu i madhruar i urdhëron muslimanët që para se të diskutojnë me pejgamberin apo të këshillojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të japin sadaka. Thot Allahu ya ayyuhalladhina amanu idha najaytum ar-rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa. Dhalika khayrun lakum wa athhar. O ju që keni besuar, o ju musliman, kur dëshironi të bisedoni, të këshilloheni me të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, e japeni sadaka para bisedës me te. Kjo është më e mirë për ju dhe më e pastërt. Dhalike khayrun lakum wa athhar. Kjo është më e mirë për ju dhe më e pastërt. O ju musliman, që keni besuar Allahun dhe pejgamberin e tij, alayhi salatu wassalam. Kur doni të bisedoni me pejgamberin, të këshilloheni me te, japni sadak. Thamë lartë, se shkaku zbritje se këtë ajeti është, ajeti që bjen më pas, se shka thoni Ibn Abbas dhe të tjerë, sahabët e konsultanin e pyetnin pejgamberin shumë, madje disa vetyne të pranin, dhe kja rëndante aty bekuar alayhi salatu wassalam, e Allah po don më eduku. Më tregu që biseda me pejgamberin nuk është sikur se biseda me njerëz të tjerë. Jo, apo e dini kanë keni para. Jo, apo e dini çfarë vlere, çfarë pozite të Allahu ka kë njeri. Andaj, për të çmuar personalitetin e tina, japni sadak, para se me bisedu me te. Jo sadaka tina, sa ai nuk e pranon sadakan e juaj, ai e ka haram sadakan. Ma dje ka haram, por japni fukarave sadak, ta në bisedoni me te. Kjo është më mirë për ju,
është hajrë për ju, dhe është më pastër për ju, e të regën sinceritetin, dashnin, për kushtimin, për kujdesjen që keni, ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. E që i bie, nuk e keni derte për pasuniju, për dere sa është pytje, me folë pejgamberin, me najt me te, me këshillu me te, me bisedu me te, pasunia është punë e vogël, me përfitu për tina, pasunia është çështje e vogël. Dhe këte bëjnë burrat e mëdhej. Këte bëjnë burrat e mëdhej. E në anën tjetër ata të cilët hezitojnë, apo që nuk janë burrat mëdhej, e që munafiqët të atij zamani, ata dhimen nuk e japën, nuk e bëjnë, nuk japën sadaka sepse dhimen, sepse nuk janë interesuar në përfitu për tina. Por interesuar para njerëzve më tregu që edhe na jena si jo. Kaq. E thuhet se disa prej sahabëve e pyetnin, e që edhe këtu ka të bëjë munafik. Tash ata hinë në grupën e sahabëve në kuptim të përgjithshëm. E të pruan, duke e pyetur, jo për të mësu, për thjesht kishe edhe na për vetëm diçka. Se kurse dikush na për roda, na për neja, e nise vetë që ti e kupton, sa e kupton që ti se merr vesh, ti e kupton që ai nuk e ka dertin mbi ditë, as me mësu, as me përfitu. E veç e ka një përkoj një t'gale një dert, me kallëzu që unë jam dikushi. Unë jam dikushi dhe unë ju mu do të ngumu se unë do të më dhejtë mejlisë. E që kallëzën ignorancën e vetë. Veç, asgjë ma shumë. Se po t'jeti interesuar për dije, ta bën pyetjen, merr leje një herë, ta bën pyetjen dhe hesht, nalet dhe nga në përgjigje. Po nuk e bojnë ashtu disa njerëz. E që ta për kuptu qarë saj, nuk e ka dertin e dijes. Ajo, mas pak të ka dertin e dijes. Aja ka dertin, që është me debatu, me ty, me ngrit vetë dhe më nësesh me tullë edhe ty. Kaq. E të atil ka pas gjithmonë dhe dhe të ketë gjithmonë. Për ata, me udheshtin e zhlesa po një najë, nuk është pas punë e vogël aja. Veçanti nëse je presvetar, sepse çdo fjalë jo që ka peshë, e ka ndikim. Andaj dhe për pas rregulla në mezhlis. Rregulla në mezhlis. Nuk bën me lejuar kushdo çka do me folë. Nuk bën. Dhe të njëvu kufi njerëzve. Se cili ka drejt me pyet, ama me ram dhe me kufi. E jo kur panal. Dhe bëjë pyetjen dhe në gjë përgjigjen. Dhe pyetja mos jetë provokuse, por tjetë me qëllim në mësu, me përfitu. Për ndryshe, nuk ta përgjigj sepse se kam obligim. Kthehemi tek ajeti kuranor. Allah po dhalike khairun lakum. Një gjë tillë është më mirë për ju. Është më mirë për ju, sepse të tregon respektin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dashnin, madhërinë e atij burrit madh. Po ja fukarave, po përfitojnë fukarat, po mëson dinin, po afrohesh te Allahu, me qenë nurën Zotin vend, me qësh nuk është më mirë, wa at-tahar, dhe është me pastërt për gjunaheve të pastran, madje të pastran edhe në raport me pejgamberin që është më sjell, mos po ngarkohesh me te, perëndon atë alayhi salatu wassalam. Fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim. E mirë ata që s'kan. E nëse nuk keni çka të jepni, Allahu është falës e mëshirëplot. E nëse nuk kanë, e shumë sahabë nuk patën. Sa s'kishin me dhanë. Andaj ata oranë pozitë shumë palakmushme. Allahu më njërë për i përgjigjet. E për thëtë, nëse nuk keni që ka me dhanë sadak, nuk është ju i falë Zoti. Sepse Zoti është falës. Andaj për juve nuk vlenë kjo. Ju mund të bisedoni me te, të konsultoheni me te, të këshilloheni me te, edhe për dhanë sadaka fare. Lehtësim për besimtare. Thuhet se ky ajet kuranor mrena ditës është anuluar.
mbrana dite. E thuhet, veç 10 ditë ka zgjatë kjo procedurë, kjo mesele, kjo hukum shariatik, që kur dush me folë me pejgamberin bisedu me dhanë sadaka. Është transmetuar nga Aliu radiallahu anhu, i cili ka thënë, një ajet kuranor, kur ka zbritur, një hukum i shariatit, veç unë e kam praktiku, as kush para meje, as mas meje, deri në kiamet. Kur zbriti që ka ajet kuranor, Aliu dha menherë diçka fukarave dhe shke besedi pejgamberin alayhi salatu wassalam. Por pastaj o pëzëllue kjo hukum dhe zbriti ajeti tjetër e Allahu tha: "A ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat?" Amma s'po i friksoheni të japni sadaka para bisedës suaj apo në prag të bisedës suaj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo friksoheni për fukara Allahut, kurse të Zotit janë qejtë dhe toka dhe hambartë e gjithësisë, që po hezitoni me dhanë, pra pja vletësani madhe Allah. Dësa ulema kanë thanë, kjo është qërtim, pa qërtim i butë, e Allahut sahabëve, që po hezitoni, që po friksoheni, për friksoni fëkara Allahut, që nuk po jipni. E Allahu po thotë në vazhdim, fa in lam taf'alu wa taba Allahu alejkum, e nëse nuk e bëni këtë, atëherë Allahu u fali juve, dhe pëzëllu kjo mesele. I fali Zoti. Tash mund të bisedoni pa dhënë sadaka. Pra ishte një kohë të caktuar, thuhet një ditë, thuhet 10 ditë. O pëzëllu dhe prap ju lejua sahabëve që të bisedojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam, të konsultohen me të, të këshillohen me të, pa dhënë para prakisht sadaka. Ama mjaftoi kjo 1 ditore apo 10 ditore për të treguar pozitën e këtij burri të madh dhe për të edukuar sahabët se pejgamberi është i veçantë. Dhe se fakti që Zoti e pëzëlloi këtë meselë nuk do të thotë që ju duhet apo që ju guxoni mos ta respektoni edhe me tekte. Këtë duhet të jetë i respektuar, i veçantë, sepse i dashur Allahut, për atë Allahu thot në vazhdim. E pjesë e respektit juaj ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam është فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Falini namazin, japni zakatin dhe bindjuni Allahut dhe të dërguarit e tij. Pra, një shenjë respekti ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në urdhën e tij në vend dhe urdhën e Allahut në vend. Falini namazin, renegati namazin, japni zakatin, bindjuni Allahut, pejgamberit të tij, pra kryeni farzat e Allahut, farzat e pejgamberit, sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka cek namazin dhe zakatin e që ato të dyja futen brenda bindjes ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij, për faktin se ato dyja janë kryesorët e adhurimeve dhe ibadeteve. Dhe se ai i cili rringati namazit, ai i cili kryen namazin, ai i cili fal rregullisht namazin dhe e jep zakatin, me lejen e Allahut azza wa jalla ka shumë më lehtë me krye edhe farzet e tjera. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allahu është i informuar në detaje për atë çfarë bëni ju. Pra Zoti u din edhe veprat e juaja, madje edhe niyetin tuaj, zemrat e juaja, dhe sipas qëllimit e niyetit edhe veprave, edhe ju shpërblen në ditën e kiametit, jep secilit gjazan, shpërblimin që meriton te bareke wa taala. Allahu na pajis me edukat të Kur'anit dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.